datës 24. Data 24 maj 2026. Kemi një ditë shumë të rëndësishme. Kjo ditë e diel është një ditë shumë me rëndësi të veçantë në lidhje me takime, bisedime dhe jo vetëm. Është një nga ditët më të mira sepse duke diskutoj që lidhet dhe me anën e pasurisë paluajtshme, sepse disa bisedime që do bëhen tani e tutje i keni të gjitha mundësitë për të rregulluar, stabilizuar gjërat që dëshironi. Shenjat që kanë më ndikim për sa përket kësaj dite diele janë shenjat e zjarrit, siç është Dashi, Luani dhe shigjetarët. Për sa përket çështjeve të ekonomisë edhe disa takime që mund të bëhen mjaft të rëndësishme, ose juve që jeni në diasporë për të rregulluar ose më saktë për të bërë një blerje, atëherë kemi shenjat e tokës, siç është Demi, Virgjeresha dhe Britsjapët të dhjetit të dytë. Ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë që janë pikërisht në këtë ditë, mos e lini pas dore se ka për t'ja vlejtur ajo çka do të bëni në javët dhe në ditët në vazhdim. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Një mundësi mjaft të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me bisedime shumë të rëndësishme dhe gjëra të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Është një nga ditët më të mira, do ta thosha, edhe pse në vështirësi për disa çështje të lëna pezu, por duket se kjo ditë është ndikimi, favorizimi dhe mundësia, sepse gjithmonë dita ashtu ka një plus në vetveten e vet për të arritur në finish, duke pasur parasysh edhe ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në lidhje me çështjet e dashurisë, duket se lidhjet afatgjat, që do thotë me ujor dhe me luan, janë të mara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Por i veçanërisht e Demit, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të mira, sepse kjo ditë shënon dhe ditën më të larmishme, për sa përket javës, fillimit javës, ka një ndikim shumë të mirë, sepse duke pasur parasysh ana ekonomike, financiare, biznesi është në plan të parë për juve. Një takim që ndodh mund të realizohet nga dreka, e keni mundësinë sepse do të zgjidhni disa probleme shumë të mëdha në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve që do të keni tani tutje, dhe kjo është një mundësi e artë në anën tuaj. Nuk e vë ndryshim për problematikat ose ndryshimet që mund keni, por vë ndryshim disa gjëra që juve nuk doni t'i bëni, dhe kjo është mirë që t'i hiqni nga memoria juaj, siç është shoqëria jo e rregullt, siç është në disa probleme të vogla keni pasur nga kaluara t'i mbyllni, dhe është një mundësi shumë e mirë pikërisht tani. Është koha dhe momenti, është periudha që juve mund t'i rregulloni, t'i stabilizoni një herë e mirë. Lidhjet që kanë të bëjnë në fushën e dashurisë janë shumë ndikuese, siç është Dem Gafore apo Dem Akrep. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket shenjës së binjakëve, binjakët duket se kanë të bëjnë shumë me disa ndryshime, takime dhe gjëra të rëndësishme. Kjo periudhë është një nga periudhat më të mira, do të thosha unë, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën, sepse me karrierën ka të bëjnë shumë, është një moment mjaft i mirë. Dhe binjakët kanë një ndikim shumë të mirë në këtë drejtim. Është një nga çështjet më madhore, më pozitive dhe shumë ndikuese në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Britsjap të dhjetit të parë, me ujor të dhjetit të tretë kanë ndikime shumë të mira, me Dash, pse jo, është diçka shumë e mirë, sidomos në dhjetit të parë kanë ndikime fantastike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa përket gafores, duket se tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Është shumë e rëndësishme koha, marrje vendime të rëndësishme dhe periudha që ndodhin fenomenet. Në këtë periudhë jeni pak nxitoheni për të arritur në finish në fakt, dhe kjo mërziteni për disa gjëra të vogla, por nuk e besoj se ka problem, sepse ju e keni edhe si mundësi, por edhe si kohë, sepse gaforet e kanë momentin e duhur, kanë gjëra që do të rregullojnë disa çështje, por dhe disa mundësi. Të janë mundësitë që tani e tutje mbyllen një herë e mirë disa problematike që keni pasur. Gaforet gjithashtu, edhe pse kanë pasur probleme në punën e tyre, disa gjëra që kanë pasur ndikime nga më të ndryshmet, por vjen një moment tani, është një moment shumë i mirë, sepse juve dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku do të shkoni në anën ekonomike. Edhe pse një takim i mbasdites mund të shtyhet,
por është në të mirën tuaj. Në çështjet e dashurisë duket se ndikimet janë shumë të mira, sidomos gafore peshore, gafore shigjetar. Është koha mjaft pozitive për zgjidhur çështje problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Luan të dashur, të dhjetë parë bëuni gati, përgatituni, sepse java ka dhe të papritura, java ka shumë gjëra për të ndikuar dhe realizuar, sepse juve jeni shumë të respektuar dhe luani nga njëra anë mbyll çështjet e së shkuar, në anën tjetër përgatitet për të nesërmen, ku është një nga ditët më të mira të mundshme. Kjo e sotshmja, por dhe fillim java. E keni ndikime nga më të ndryshme, miqtemi, sepse kjo periudhë është e juaja. Kjo periudhë ndryshon, dikton, rregullon, stabilizon gjërat në vijë. Por megjithatë, edhe pse një nga çështjet problematike që mund keni pasur më përpara, por vjen momenti dhe koha tani për të zgjidhur ato. Në çështjet që lidhen me anën e udhëtimeve, duket se po e keni mundësinë, po jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, tani e tutje përgatituni se gjërat janë pozitive. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë bënë është me shenjat e ajrit, siç është luan binjak, luan peshore apo luan ujor. Është koha më ideale dhe më pozitive e që ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëresha dashura, nëse juve keni ndërmend ose keni da mendjen për të marrë një punë të re, të ikni nga ajo punë që jeni, të rregulloni diçka tjetër, dhe momenti është ai që juve ju bën mjaft pozitiv dhe jeni shumë korrekt me gjërat e tjera që do të keni. Se jo vetëm kaq, por virgjëreshat kanë mundësinë tani dhe momenti i duhur për të arritur qëllimit. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim për punën tuaj, sepse një nga bisedat më të rëndësishme, një nga bisedat që juve do të keni tani tutje, është një moment shumë i mirë dhe një moment mjaft ndikues, rrezatues, favorizues në ekonomi. Stabilizimi dhe gjërat që çështjet lidhen me kontratat, juve jeni gati, përgatituni sepse është koha juaj, është momenti më i artë i që ndonjëherë. Prandaj mos u shqetësoni, prandaj gjërat linjë ashtu siç janë, sepse do t'i rregulloni. Në fushën e bisedave me punën, në fushën e karrierës, në fushën e disa kontrata të rëndësishme që bëhen tani, e keni mundësinë, sepse është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështjet që kanë bëjnë me anën, këtu është diçka shumë pozitive, me anën shpirtërore, një lidhje afatgjat, që është një lidhje fantastike, duket se tani e tutje i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur çështje problematike, sidomos lidhjet me virgjëresh dash, virgjëresh shigjetar, virgjëresh peshore është aja dhe zheja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek shenja e peshores. Për sa i përket peshoreve, peshore duket se nga dje mbas dite, në mos gaboj mund të qenë ora 18 tutje, sepse atëherë kanë qenë dhe ndryshimet që ka të bëjnë shenjat e ajrit, siç jeni dhe juve, ka të bëjnë dhe sot, pra për ditën e nesërme, që kanë bëjnë shumë me ndryshimin e madh që vjen në lidhje me ekonominë dhe lidhje me vazhdimsinë në kohën reale, sepse puna është ajo që ju bën të ndjeni mirë, është koha mjaft pozitive, është momenti i duhur në kohën e duhur. Disa ndryshime, disa takime që juve keni tani tutje, nuk është se keni problem ose keni për të bërë diçka, për shkakun që nuk është në të mirën tuaj ose nuk ka të bëjë me disa gjëra që janë të rëndësishme, por rregullimet, puna, karriera, vendimet, ndryshimet dhe mundësitë i keni tani. Përgatituni për ardhmet afër, përgatituni për gjërat që doni të bëni, dhe kjo është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështjet shpirtërore, juve të shenjës së peshoreve keni të bëni shumë me ujor dhe me dem të dhjetëdhjetë të dytë, edhe pse me pak vështirësi, po janë vështirësi kalimtare, jo problematike. Se juve mërziteni shumë nga ndonjëherë dhe kjo nuk ju bën mirë në anën tjetër, sepse të tjerët e kanë fajin dhe jo juve. Prandaj kështu që nuk keni pse të shqetësoni për gjëra të vogla. Vijojmë tek shenja e radhës, që një shenjë uji, një shenjë mjaft ndikuese, që janë akripët.
Akrep të dashur, nëse doni të nisni diçka të re, ose duhet që të bëni një ndryshim, ose të lini atë punë që keni edhe nisni diçka tjetër. Nëse jeni të sigurt për atë që doni të bëni, atëherë niseni tani. Sot, bisedojeni sot, se edhe si ditë, dhe si kohë është e mirë. Është dhe një mundësi mjaft e mirë sepse rregullat dhe ndryshimet që do të keni, do të ndryshojnë që nuk është se në pas dore ose nuk bëhen tani për tani, por është një mundësi shumë e mirë dhe e artë në atë që doni të realizoni në ekonomi, në stabilizime, në vendime sidomos, është periudha më e mirë e mundshme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëmt të 10 të parë, me ujor të 10 të tretë, me ujor sidomos është koha juaj. Prandaj bini pas mos falini pas dore sepse ka kohën e vet dhe ndryshime. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shigjetari. Për shigjetarët, në fakt, kam shumë lajme të mira, sepse lidhet me punën, lidhet me disa biseda shumë të ngrohta, bisedime të rëndësishme, sepse keni bërë një bisedë para disa kohëve dhe vjen koha për të rregulluar, stabilizuar, mundësuar gjëra nga më të mira të qenë ndonjëherë. Dhe prandaj jeni në kohën e duhur, prandaj i keni gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e financave dhe të ekonomisë. Çështjet që kanë bënë me ndryshimin ekonomiko-financiar, me ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për sa i përket punës suaj, për sa i përket asaj çka ju e jeni dhe keni. Një nga momentet më të mira shqiptarët e dashur është ekonomia, stabilizimi dhe një ristart nga fillimi. Po e keni. E keni sepse jeni mjaft të vënë mbas ekonomisë, mbas punës suaj. Dhe kjo është një ndryshim shumë i madh, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër ideale. Në çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, lidhjet më ideale janë me peshk dhe virgjëresh. Dhe kështu që e keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë ndryshime dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe është një periudhë që do të ndikojë dhe do të stabilizojë jetën tuaj. Të palidhur sidomos kanë ndryshimin e duhur dhe momentin mjaft pozitiv. Prandaj mos u shqetësoni fare se është koha më e mirë, është momenti më ideal i që ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Britsjapi të dashur, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të qarta, më të mira, më stabilizuese në anën tuaj, momenti që është më i mirë dhe koha që ka treguar dhe tregon. Juve jeni me fat, e keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt. Prandaj mos më shqetësoni fare, sepse duket se britsapët të 10 të dytë kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur, sidomos në ekonomi. Në dashuri jeni pak fajtorça, sepse nuk i keni lënë pas dore disa gjëra, sidomos lidhjet me gaforre, lidhjet me virgjëresh apo dhe me dash. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Përsa përket ujorëve, ujorët tani për tani nuk kanë një problem shqetësues, nuk kanë diçka që themi se çfarë mund të bëhet ose çfarë mund të fillojë ose rifillojë disa gjëra të reja. Por e kanë për të bërë shumë gjëra në favor të tyre. Është një mundësi shumë e mirë tani, është dhe periudha që ndodhin fenomene të ndryshme. Keni momentin e duhur për anën ekonomike financiare, një ndryshim shumë i mirë që do keni me punën, do keni me biznesin, do keni me gjëra që janë shumë herë më mirë dhe më të ndikuara tani tutje. Prandaj mos u shqetësoni fare, prandaj e keni mundësinë dhe kohën tani për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Dem dhe Akrep është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshqë të dashur, nëse keni probleme ose keni pasur diçka që nuk e keni zgjidhur akoma, zgjidhni tani. Është koha juaj, është momenti juaj. Prandaj është një nga mundësitë më të mira të mundshme dhe koha është në favorin tuaj. Diçka e mirë ndodh pas dite, mbas orës 16. Shikojeni disa gjëra sepse ka për t'ia vlejtur. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë. Duket se në fushën e dashurisë keni pasur mjaft çështet, janë të gjëra pozitive tani tutje gjëra, sepse keni edhe mundësinë juve, sidomos në lidhje me takimet, lidhje me disa debate që keni pasur më përpara, sidomos peshk shigjetar, peshk virgjëresh apo peshk me peshk të 10 të tretë. Po gjithsesi, kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë
për të rregulluar, stabilizuar gjërat që ju dëshironi. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht të kësaj të diele të datës 24 maj 2026. Para se të ndahemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, vini në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje, atje ndodhet skataria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketet tuaja dhe numrin për kartës së blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar emailin tek sekretaria. Dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe juve doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat, dhe jeni gati për të dërguar mesazhe në kohën që ne jemi drejt për së drejti çdo të mërkurë. Nga Unë Mërkulla, ju uroj një ditë të mbar. Gjithë të mira.